Ajo që ndodhi sot në Komisionin për Punë të Jashtme meriton vëmendjen tuaj. Ish presidenti e Kosovës Vjosa Osmani kur nënshkroi për antarësimin në Bordin e Paqes në ceremoninë e famshme me Donald Trump, mori edhe disa obligime. Ndërto dhe kryesorja është që kjo marrëveshje të formalizohet në formë projektligji dhe të kaloj në kuvend. Para se të shkohet aty, projektligji kalon ka Komisioni për Punë të Jashtme dhe pikërisht aty sot ndodhi gallata e pabesueshmja. Këtij projektligji ju gjet një behane e cila qëllimisht ishte shkruar e miratuar ashtu në shtëpinë e bardhë. Neni 2 paragrafi 2 i projektligjit kërkon intervenim, nëse mund ta quajmë kështu për anës tonë si deputet. Vëmendje. Sipas kryetarës së Komisionit për Punë të Jashtme, e cila vjen nga rradha televizëve të vendosje, Arbresh Hyseni, dhe antarit po nga kjo parti, Vigan Qërolli, neni 2, paragrafi 2, sipas tyre, është shumë i përgjithshëm dhe se duhet të saktësohet se për cilat konflikte bëhet fjalë. Dhe për cilat konflikte në botë po flasim, sepse aktualisht ka shumë konflikte aktive në botë. Por pikërisht kjo nuk është shkruar as në kartën e Bordit të Paqes të miratuar nga Shtëpia e Bardhë dhe se në fakt mandati fillestar i dhënë nga Këshilli i Sigurimit vetëm për Gazën deri në fund të 2027 është tejkaluar nga vetë Donald Trump. Ajo e ka hequr fjalën Gaza nga karta e Bordit dhe ka synuar dhënien fund të çdo konflikti në botë. Këtu pra, në Kosovë, po kërkohet që të saktësohet ajo çka vetë se nuk ekziston në kartë dhe që qëllimisht nuk ekziston. Dhe mjafton vetëm një fjali në projektligj me qenë problematike me cilë probleme në të ardhmën. Pra, Shtëpia e Bardhë e ka larguar atë fjali, ndërkohë në Kosovë po kërkohet të shtohet e të specifikohet. Një fjali në projektligj kërkon intervenim se nuk dihet për cilat konflikte në botë po flitet, për shkak se nuk precizohet në cilin konflikt po dërgohen trupat tonë të FSK-s, tha deputetja e vetëvendosjes Arbresh Hyseni. Dhe shtoi se do të kërkohet mendim nga qeveria e Kosovës dhe të përmirësohet e specifikohet saktësisht ai paragraf. Njëjtë edhe Vigan Qërolli i vetëvendosjes tha se kjo fjali në paragrafin 2 do duhej me u ritrajtu. Kjo fjali do duhej me u ritrajtu. Pra, rezoluta e Këshillit Sigurimit të OKB-s me 22 janar i kishte dhënë mandat Bordit Paqes për çështjen e Gazës, por ajo ishte zgjeruar për të përfshirë konflikte kudo në botë, ndërsa në kartën e Bordit të Paqes përcaktohet se është organizatë ndërkombëtare që kërkon të promovojë stabilitetin, të rivendosë qeverisje të besueshme dhe të lehtëshme dhe të sigurojë paqe dhe qëndrueshmëri në zonat e prekura ose të kërcënuara nga konflikti. Pra, ajo që ka ndodhur sot në komision si gavë politike ose si qëndrim politik është pak a shumë sikur se në prag të antarësimit në OKB, ti thuhet OKB-s nuk po na pëlqen neni 2 dhe ne po e ndryshojmë. Por po bëhemi antar, pra e pa shembull, ose për ju që këqyrni futboll. Është njësoj sikur kur Kosova është antarësuar në UEFA, me i pas thonë UEFA-s, a ndrojmë nenin 2 sepse nuk po na pëlqen neve neni 2, por po bëhemi antar atë në UEFA. Betet pra të shihet nëse kjo ka qenë veç gabë e antarëve të komisionit, pra nuk e kanë përcjell punën e Donald Trump edhe punën e Bordit Paqes, apo është qëndrim politik i ri i vetëvendosjes për ta prishur këtë marrëveshje.